Flak Roshi ishte ylli më i bukur I bregut në ujor të detit të pulporave. Kishte 5 krah të bukur të purpurt. Kur dielli ngrihej në kupë dhe rrezet e tij, si thash gjeta të arta, binin pingun mbi det. Flak Roshi dukej edhe më I bukur, po thuaj magjik. Nga shkëlqimi I shtuar I dritës, krahet e tij dukeshin si të ishin të artë. Shumë e dashur Teuta, e nderuar familje Elshani, pasardhës të Ymer Elshanit, familja Lulaj dhe ju të gjithë të pranishëm, ju dëshiroj mirëseardhje në këtë takim letrar me shkrimtarin Ymer Elshani. Biblioteka Ivzi Sulejmani në Prishtinë dhe vepra Ymer Elshanit kanë qenë meq me shumë se gjysmë shekulli, kurse ka një vetë që janë bërë meq e bashkëpunëtor, edhe është në nderin e bibliotekës që vepra e autorit Elshani po bëhet vazhdimisht e më e dashur për fëmijët. Sot na ka mbledhur botimi I librit Flak Roshi, tregim I shkruar para 40 vitesh, por I publikuar me dizajn të ri nga Urani, me ngjyra verore e me temë po aq verore. Unë jam Aleja dhe të flas për ngjyrën e kopertinës së librit. Ngjyra e kopertinës së librit ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse është gjëja që e parë që lexuesi sheh, dhe mund të ndikojë në mënyrën si libri perceptohet. Unë gjithashtu mendoj se ngjyra e kopertinës së këtij libri me të vërtetë e bën më të bukur dhe atraktive këtë libër, sepse ngjyrat nuk janë paralezi, po janë të lloj-llojshme që bëjnë më të bukur këtë libër. Leja dhe do të flas për raportin e nënës Ylleshk dhe Yllit Flakërash. Raporti I nënës Ylleshk dhe Yllit Flakërash ishte përgjithsisht I mirë, edhe pse ndonjëherë Ylli Flakërash nuk e dëgjonte nënën e tij, ata donin, respektonin dhe mirëkuptonin njëri tjetrin. Unë mendoj se raporti në fëmijë është shumë I rëndësishëm, sepse nëna duhet ta përkrojë dhe ta ndihmojë fëmijën dhe të arrijë vetbesimin atij. Flak Roshi është një dete I cili shkëlqen jo vetëm nga ngjyrat dhe format e tij të bukur, por edhe nga zemra, guximi dhe shpirtësia që ka. Bukuria e tij është aq e bukur se që Flak Roshi dëgjonte edhe fëmijët e tij që I bënin komplimente dhe bënin atë të ndihej krenar dhe më të lumtur. Flak Roshi vetë dëgjonte fëmijët e tij, ai dëgjonte edhe për shpëritma si ylli I bukur, s'ka fjalë, asa shkëlqen, mos I ndodh asgjë e keqe, e të tjerë. Flak Roshi është aq I bukur se që mahnitse dhe peshqit, korealët, guacat, gaforrat, I reqet e të tjerë. Flak Roshi është një krijesë e cila e zjarrte dhe shëndetshme, cilën e përshkruan dhe autori Ymer Elshani dhe për mua gjithashtu Flak Roshi ose ndryshe një krijesë e zjarrte në kuptim figurativ dhe shëndetshme mundet që të hoset edhe në përditshmërinë e dete apo oqeane. Flak Roshi zakonisht për mua tregon simbolik jetën, shpresën dhe zjarmin. Flak Roshi dëgjonte fëmijët e tij të shoqt. Fjalët e tyre I ashtonin krenarinë dhe e bënin që të ndihej më I lumtur. Edhe nëna e Flak Roshit, Yllesha rrem kuqe, sa nuk fluturonte nga gëzimi, kur dëgjonte të tjerët ta lavdëronin djalin e saj. Kështu, kaloi shumë kohë. Por një ditë, një peshk me emrin Lus Art, një fër larg Yllit Flakërash, duke biseduar me shokët e tij, tha: Ekziston, o miq, vetëm një yll I bukur si Flak Roshi. Ai del çdo herë në mbrëmje në skaj të kupës. E kam parë që disa herë nga siprina e detit, pasi perëndon diellin. Sa I bukur që është, duket si të jetë vëlla me Flak Roshin.
Unë jam Nina dhe sot do të flas për ilustrimet e librit Flakë Rushi. Ky libër ka pasur ilustrime shumë të bukura dhe ka një domethënie të madhe librit. Libri, përveç se sa ka pasur ilustrime, ka pasur edhe histori shumë të mirë. Unë mendoj se ilustrimet e librit kanë qenë shumë të mira dhe të bukura. Olgat apo pemët e detit kanë përshkruar me ilustrime shumë mirë sepse kanë treguar se bota nënojore është magjepse dhe ka shumë gjëra të ndryshme. Flakë Rushi është përshkruar si një yll i detit i mirë dhe që ka qenë drejt gëzimtar dhe ka ndriçuar të gjithë me ujin. Unë jam Tringa dhe sot do të flas për ku ndryshojnë libret Flakë Rushi nga librat e tjerë. Libri Flakë Rushi ndryshon shumë nga librat e tjerë sepse ka fjalë të reja dhe flet për krijesa nënojore. Ka shumë ilustrime të bukura që të ndihmojnë ta kuptosh më shumë historinë dhe ka shumë ngjarje që tërheqin vëmendje. Unë jam Mira, tani do të flas për ta kisha një shok si Flakë Rushi. Të kemë një shok si Flakë Rushi është një privilegj i madh sepse Flakë Rushi ka disa veti që mundën ta veçojnë një shok të mirë. Flakë Rushi, disa nga vetit të Flakë Rushi mund të janë që është i bukur dhe i hershëm, të dalë mbrojtje shokut. Unë jam Amran Ramiqi dhe këtu jam për të folur pak për përshtypjet e mia për librin Flakë Rushi. Përshtypjet e mia për librin Flakë Rushi janë shumë të mira, sepse Flakë Rushi na mëson që të respektojmë vlerat tona personale, të jemi krenar me atë që kemi dhe gjithashtu të jemi të mirë me të tjerët. Bukuria e brendshme është shumë e rëndësishme dhe është edhe më e mirë nëse ndojmë me të tjerët. Unë jam Hajria dhe këtu jam për të folur për temën nëse do të isha në vendin e Flakë Rushit. Nëse do të isha në vendin e Flakë Rushit, do të ndjeja barën dhe përgjegjësinë e një misioni të madh. Gjatë rrugëtimit tim për në oqeanin misterioz, do të hasja shumë pengesa. Do të përballesha edhe me frikën, e atë vetëm për ta parë një yll tjetër deti. Të jesh në vendin e Flakë Rushit do të thotë të jesh një bukuri shumë e rrallë nënojore, por gjithashtu të jesh edhe një yll deti i cili e lë kureshjen e tij ta udhëheqë përpara. Në fund do të isha krenare që sakrifica e krallit tim do të kishte kuptim. Sakrificë kjo e cila bëri të mundur diçka po aq të bukur sa unë. Kjo sakrificë kishte shumë vlerë sepse mundësoj një yll tjetër deti shumë të bukur i cili cilësohej edhe si vëllai i Flakë Rushit, ose në këtë rast edhe si vëllai im. Të dashur fëmijë, të nderuar familjarë të shkrimtarit Ymer Elshani, të nderuar pranishët. Sot para vetës kemi një libër, mund të themi të ri të shkrimtarit Ymer Elshani, e konsideroj të këtill nga se fjala është për një tregim të përshtatur moshës parashkollore, nga një tregim i mirëfillt për fëmijë. Përshtatja e këtij tregimi nënkupton shkurtimin në masa të na ngel bërthama e tij, apo më mirë të shprehem zemra e tij, që nënkupton përfshirjen e ngjarjes në pika të shkurtra dhe dialogun e personazheve. Ajo që e bën të bukur këtë tregim të ilustruar është edhe mesazhi që i jepet lexuesit. Lakmia nuk duhet të na mashtrojë. Flakë Rushin ka të bëri kur e shtarë dhe e tërhoqi, e thëna se diku larg gjendej edhe një yll i bukur si ai, të cilin ai e konsideron të vëlla, atë e gjeti në një pjesë të trupit të tij, pa u munduar të merrte rrugën e gjatë për ta kërkuar. Ymer Elshani është njëri nga shkrimtarët tanë më të mirë për fëmijë, i cili shquhet për rrëfimin e bukur dhe interesant. Këtë e dëshmojnë shumë librat e tij me poezi, por edhe me tregime e veçmas romanet për fëmijë. Lindi në vitin 1948 në Korrëtisë të Ulët të Drenasit, fshat ky në afërsi të Drenasit, mbaroi studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe dhe pothuajse gjithë jetën punoi në arsim.
mësimdhënës i gjuhës shqipe, zëvendës drejtore, drejtor shkolle dhe këshilltar i arsimit. Një kohë të shkurtër punoi edhe jashtë profesionit të pedagogët, përkthyes në një ndërmarrje ekonomike, me që kjo ju imponua si mas nga pushteti për shkak të prekrajës së nxënësve të shkollës së tij, pjesëmarrës në demonstratat e vitit 1981, ku kërkua Kosova Republikë. Për këtë madje një kohë atij që ndaluar botimi i shkrimeve dhe i librave. Edhe gjatë kohës sa kishte të ndaluar botimin, ai me durim dhe me një qëndrim dinjitoz gjithkohën ishte marrë me shkrime për fëmijë, ndërkaq që për të siguruar mbijetesën është marrë edhe me punë bujk. Në letërsinë tonë për fëmijë njihet si njëri nga shkrimtarët tanë më të frytshëm. Shkroi siç e theksuan poezi, tregime, romane, pjesë teatrale. U morë dhe në studimin e letërsisë për fëmijë. Botoi shumë artikuj, recensione, shkrime kritike e studimore për letërsinë për fëmijë. Një prej kontributeve të tij të rëndësishme në fushën e studimit të letërsisë për fëmijë është tema magjistraturës për poezinë shqipe për fëmijë në ish Jugosllavi, e cila është monografia e parë për poezinë tonë. Lufta në Kosovë i merr Elshanin e gjeti në fshatin e tij, ku edhe kaloi gjithë jetën. Rrethanat e sollën në atë situatë që ai, si edhe shumë bashkëtarët e tjerë, të largohen nga fshati Mëdhun dhe strehonin një shtëpi në fshatin Poklek. Aty, në 17 prill 1999, u sulmuan nga policia serbe dhe u vranë u masakruan 53 veten në mënyrën më çnjerëzore. Aty e pësaj ndër të parët edhe Ymer Elshani, i cili u pushkatua, u masakrua dhe u vëllë në bunar. Në po këtë masakër, Ymerit ju vranë edhe 4 djemët, bashkëshortja, nëna, kunata, si dhe shumë burra, gra e fëmijë të tjerë të pafajshëm. Derisa ishte gjallë, Ymeri pati arritur të botonte 11 vepra letrare për fëmijë. Gjatë luftës, ai kishte arritur të fshehte të shkrimet e tij në një zallë afër shtëpisë, të cilat u gjetën pas luftës dhe u përgatitën nga vëllezërit e Ymerit, po ashtu shkrimtar Arifit dhe Zymberi, ndërsa u botuan në sajt për kujdesis dhe investimit të vajzës së Ymerit Teutës, e cila e vetme kishte shpëtuar me që si studente që kishte qëndruar në Prishtinë. Teuta sot është këtu, ndërsa jeton e punon në Amerikë me familjen e saj, që nga lufta e fundit në Kosovë, prej nga përkujdeset për mbajtjen gjallë të kujtesës për familjen e saj dhe për të gjithë ata që e pësuan në masakrën e njohur të Poklekut. Falë saj, ne sot kemi edhe paq veprat shkrimtarit Ymer Elshani, sa i kishte të botuar për gjallë të tij. Ky libër është i dyti që ajo e përshtati si ilustracion nga tregimet e Ymer Elshani. E ilustroi duke angazhuar njërin nga ilustratorët më të mirë që kemi dhe e botoi për ju, për gjithë fëmijët e tjerë, duke e shpërndar falas nëpër Kosovë dhe në trevat e tjera shqiptare. Faleminderit Teut, vepra e shkrimtarit Ymer Elshani jetoft gjithmonë në duart të atyre për të cilët u shkrua. Faleminderit. Në librat për fëmijë duhet të jetohen disa karakteristika, të tilla si përshtatja e temës me moshën dhe aftësitë e fëmijës, vepra të ketë më pak tekst e më shumë ilustrim, të jetë i pranishëm dialogu dhe të ketë aventura, të ketë funksion njohës dhe edukativ krahas atij estetik, të ketë fund të lumtur si dhe të përgatisë fëmijën për jetën dhe për situata të ndryshme. Karakteristika këto që i zotron dhe librit që kemi përpara. Ymer Elshani mbetet një emër i veçantë në letërsinë shqipe për fëmijë. Ai me stilin e tij, gjuhën e tij të thjeshtë për poetike, figura dhe gjetjet origjinale, i dha letërsisë shqipe për fëmijë dhe flakroshin dhe e shtyu lexuesin e vogël drejt një aventure magjike që prek detin dhe qiellin, që pasqyron këmbguljen dhe shpresën, ashtu si gënjimin dhe dështimin, duke dhënë porosi se pavarësisht vështirësive, njeriu do ta rigjej veten dhe do të jetë i përmbushur. Subjekti flakroshit vendos në qendër yllën e detit që çmohet nga të gjithë rreth tij.
jetën e tij të qiellit dhe të lumtur vendos ta trazoj kur dëgjon për një yll tjetër si ai, por që gjendet në qiell. Kurreshja për ta parë vetë këtë yll del më e madhe se frika apo të shqetësimi në nënës së tij dhe ylli jon nis një rrugtim jo të lehtë. Mesazhi është një pjesë kyçe e librave të kësaj natyre, të cilën fëmijët mund ta kuptojnë në mënyra të ndryshme. Për disa, flakroshi nuk kupton përmbushjen e qëllimeve të tyre pavarësisht sfidave a vështirësive. Për disa të tjerë, se sa e rëndësishme është ngrohtësia që të ofrojnë njerëzit për rreth. Disa fëmijë mund të ndalen te nëna dhe te fakti se ajo është aty në ditë të mira e të këqija. Por disa mund të ndalen edhe te shpresa, që nuk kupton se pas çdo të keqe atrazimit do të ketë diçka që do të na bëjë të lumtur. Pra, flakroshi paraqet një tekst të hapur për interpretim dhe i lë lexuesit të vogël në dorë të vendosë çka është primare dhe e rëndësishme për të gjatë leximit. Letërsia për fëmijë si një fushë ndjeshme dhe edukative arte letrare kërkon nga autori jo vetëm mjeshtri gjuhësore, por edhe ndjeshmëri ndaj botës së fëmijëve, pasurim imagjinativ dhe ngrohtësi emocionale. Në këtë kontekst, Ymer Elçani është një nga zërat më të rëndësishëm të letërsisë për fëmijët në Kosovë dhe në mbarë letërsinë shqiptare. Me stilin e tij të thjeshtë, por të ngarkuar me simbolik dhe mesazhe të thella, Elçani ka arritur të krijojë një urë komunikimi të ngrohtë nëpërmjet botës së fëmijëve dhe realitetit përreth tyre. Një dëshmi e kësaj është edhe vepra e tij më e fundit për fëmijë, Flakroshi. Flakroshi ngërthen në vete një alegori të fortë për kuriozitetin njerëzor, dëshirën për të zbuluar të panjohurën. Pavarësisht fundimit për të kërkuar përtej, protagonisti na mëson se përkraja dhe pranueshmëria njerëzve përreth janë pasuria më e madhe dhe se çdo dhimbje mund të sjellë një dritë të re në jetë. Flakroshi përfaqëson çdo fëmijë, që udhton përtej zonës së rahatisë, udhhiqet nga kurreshja, por kthehet në një përvojë që ndryshon. Krahu i thyer simbolizon humbjen apo dhimbjen, ndërsa ylli i ri është shpresa, rilindja apo forca e brendshme që lin nga përballja me vështirësi. Ajo që e bën këtë tregim të veçantë është aftësia e autorit për të bashkuar ndjeshmërinë fëmijërore me një thellësi filozofike që fëmijët e kuptojnë përmes ndjesisë, ndërsa të rriturit përmes përvojës. Flakroshi është një ftesë për të mos ndalësën ëndërruare, përveç tjerash, kjo vepër dëshmon se autori Ymer Elçani mbetet një nga autorët më të përkushtuar të letërsisë për fëmijë, i cili me thjeshtësinë e tij poetike u jep së ëndrave, ndjenjave dhe botës së brendshme të çdo fëmije. Faleminderit profesor Xhevat, faleminderit Bjenera dhe Vlerta. Tani kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë falënderimi të Uta Elshanin, vajzën e vetme të poetit dhe në fund drejtoreshën e bibliotekës Hifzi Sulejmani, Naime Beqiraj. Përshëndetje për të gjithë ju të pranishëm. Spari falenderoj që keni gjetë kohë të jeni sot këtu bashkë me ne. Në këtë ditë që e vlerësoj si një ditë feste, sepse çdo libër i ri është një festë në vete, sidomos për lexuesit e vegjël që kanë dëshirë të shohin çdo herë diçka të re. Unë sot nuk do ta zgjas shumë, por do të bëj disa falënderime. Së pari do të filloj me një falënderim për drejtoreshën, profesoreshën Naime Beqiraj, e cila na ka hapur derën qysh nga viti i kaluar këtu në bibliotekën Hifzi Sulejmani për të qenë një vend ku mund ta gjejmë veten jo vetëm ne si familjar të Ymer Elçanit, por edhe gjithë krijuesit e tjerë që kanë një mision, librin dhe leximin. Prandaj falenderoj shumë profesoreshën Naime si dhe gjithë ekipin e saj që punojnë pa rreshtur për çdo ditë që të kemi këso manifestime, këso aktivitetesh, të cilat mendoj janë shumë të nevojshme, sidomos tash në kohën e digitalizimit, në kohën e teknologjisë, kur libri si duket është harruar pak dhe kemi metoda më të shpejta, më tërheqëse mes telefonit apo teknologjisë, mirë po mendoj që libri e ka vendin e vet. Imagjinata që zhvillohet përmes leximit është e pakrahasueshme me asgjë tjetër. Unë jetoj në një vend ku është zhvilluar teknologjia, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe habitem shumë se sa rëndësi ka leximi atje. Libri çdo herë është i pari, si në shkolla, si në shtëpi, si në autobus. Çdo kund njerëz lexojnë aq shumë dhe habitem sepse ata janë që e zbuluan telefonin, teknologjinë, mirë po ajo më bën ta kuptoj se sa e rëndësishme është leximi dhe libri. Prandaj po shpresoj që këto manifestime, këto aktivitete
do të na tërheqin pakës më shumë ka libri nga leximi, sidomos për gjeneratat e reja, dhe përgëzoj drejtoreshën Naime që sot ju dha një fokus të veçantë fëmijëve, sidomos kur është fjala për librat për fëmijë, mendoj që fëmijët janë ata kryesorët, sepse shkrimtari Ymer Elshani e pat fokusin tek fëmijët, gjithë jetën me dekatat të tëra ja kushtoi botës së fëmijëve, imagjinatës së fëmijëve dhe përmes librave të tij u mundua të na sjell një botë magjike dhe të pakrahasueshme që vetëm shkrimtarët dinë ta bëjnë. Pa e zgjatur sot, pra po falenderoj edhe profesorin Xhevat, i cili çdo herë ka një gatishmëri që të flas për veprën e Ymerit, për jetën e Ymerit, dhe ju siç e dini edhe temën e doktoraturës profesori Xhevat e pati krijimtarinë e shkrimtarit Ymer, gjë që ka qenë një nderim i madh për ne si familje, sidomos në një kohë kur heshtja ndaj shkrimtarëve ishte më e madhe, mirë po tash ne kemi edhe mik, profesorin Xhevat, mik të familjes, sepse ka bërë një punë të jashtëzakonshme rreth krijimtarisë së shkrimtarit Ymer, dhe tash po e vazhdojnë edhe studentët dhe mbi të gjitha unë si Teuta, si vajza vetë me shkrimtarit, jam e lumtur kur shoh aktivitete, kur shoh interesim të lexuesi. Për mua ky është misioni i jetës, që do ta vazhdoj sa të jem gjallë, të mirën me krijimtarinë e prindit, sepse siç e dim, shkrimtari Ymer pati një fat shumë tragjik dhe po të ishte ndoshta një vend tjetër në botë, do të bënin më shumë për një figurë të tillë, jo ndoshta pse ishte shkrimtari më i mirë në botë, po për shkak se kur lidhet fati tragjik dhe kur lidhet historia që armiku na i vrau fëmijët, na vrau edhe shkrimtarin për fëmijë, ne si popull mendoj që duhet të bëjmë më shumë që ta kujtojmë këtë ngjarje, sepse liria e Kosovës është shumë e shenjtë, erdhi me sakrificë tepër të madhe që na i morri foshnjët, fëmijët, por edhe shkrimtarin për fëmijë. Prandaj për mua sot është një ditë e veçantë, sepse shoh këtu shumë figura krijuesish, shumë miq, dashamirë dhe gjithë i falenderoj dhe shpresoj që do takohemi prapë edhe në aktivitete të tjera dhe të vazhdojmë frymëzimin për gjeneratat e reja që ta kuptojnë çmimin e lirisë, por gjithashtu edhe krijuesit të njohin krijuesit tanë, sepse kemi më të vërtet krijues shumë të mirë për fëmijë. Prandaj edhe një herë ju falenderoj pa e zgjatur shumë dhe shpresoj që do të takohemi prapë. Është problemi folmas së utës, jo për shkak të emocionit që përçan, po për mençurinë edhe dijen që bart. Është pikërisht kjo Teutë, e cila me gjithë dhimbjet krijoi një familje të shnosh, me një djalë ushtar të UÇK-s, me inxhinier në Amerikë, lindi 3 vajza të mrekullueshme, Ardianin aty që po e shoh që du fort. Edhe ky vend u vu në lëvizje, kur u vu në lëvizje Teuta. Vjen keq nëse ndaj një kujtim, Teuta e din, si profesoresh në një nga kolegjet, në kolegjin Fama, i pës studentët që kanë lexu si shkollë mes, ka aty këtu dhe kishin ndonjë libër, i pës vajzat e dëlënësit, a keni lexuar Ymer Elshanin me këtë qarë dhe për rrëni kratë. Studentët kisha dhe 20 vjeçare dhe 50 vjeçare. Me mundim të madh kemi gjetë botimet e vjetra dhe i kanë fotokopjuar dhe apo dhënë, dhe s'keni më dhënë kështu si ultimatum provimin pa e lexuar Ymer Elshanin. Dhe filluan të gjithë ata lexojnë, madje dhe shtyheshin kush me lexuar Ymer Elshanin. Kisha shumë pak informacion kush është nga familja. Kur Teuta u vun lëvizje dhe filluan të votohen libra, filluan të vënë lëvizje shokët e Ymerit, që mund të bënin pak më shumë përpara. Politikanët, ata shumë pak, dhe shteti, fare pak. Po armata e madhe lexuesve e donin. Unë e shoh këtu në bibliotekë sa ka interesim. E shoh të kolegët e mi të dashur, edhe vitin e kaluar edhe tash, kur vjen ndonjëherë Teuta, kur themi që do bëjmë diçka për Ymer Elshanin, krejt nga dëshmëri. Nuk e teproj nëse i falenderoj Valbonën, Dafinën, Fikrien, Linden, Selvetën dhe bujarin që kalon pushimin gjyst për më ardhur për këtë aktivitet me na ndihmu. Faleminderit edhe ju të gjithë. Adjaveli, faleminderit shumë që ke ardhur. Motra Ymer Elshanit, faleminderit.
Zënon faleminderit shumë për këtë çka bën ti, për përkrahjen dhe mbështetjen të Utës. Faleminderit Gjevat, vajza faleminderit. Faleminderit Agjaliza, Mehmet Prishtina, Femica Kolli, Ibrahim Kadriu, krijues të ndryshëm, dashamirësi me Elshanit, sa të jemi ne si ekip, bashkë me kolegët e mi, këtë që do të shkruhet, këtë që do të bëhet për me Elshanin, do të mlidhemi kështu. Muhabet s'kemi, po do të ta kujtojmë, do ta kemi në mesin toni me Elshanin. Kemi një koktel të vogël aty jashtë, nga një gëzuar do ta bëjmë përshëndetjen e të Utës dhe familjes saj dhe për veprën që ka mi rezistu brezave. Faleminderit.